U nënshkrua marrëveshja për projektimin dhe ndërtimin e interkonektorit të gazit Maqedoni-Serbi mes drejtorit të shoqërisë aksionare Numagaz Nedim Rama dhe drejtorit të kompanisë ndërtuese Rapid Build Toni Karanfilovski. Pjesa e interkonektorit që do të ndërtohet në vend parashihet të jetë 22.4 kilometra dhe afati parashikuar për realizimin e plotë të projektit është fundi vitit 2028. Drejtori Numagaz Nedim Rama tha se kanë përzgjedhur kompaninë vendase Rapid Build sepse ka pasur ofertën më të favorshme dhe se ky projekt do të kushtoj 29.4 milion euro. Pjesa jone interkonektorit do tjetë me gjatësi prej 22.4 km dhe me diametër prej 500 mm. Pika fillestare do tjetë pranë blok stacionit Kleqevc, ndërsa pika përfundimtare do tjetë në kufirin me Serbin pranë fshatit Sopot. Në kuadër të projektit do të ndërtojnë edhe 5 objekte shoqëruese, stacioni kryesor matës interkonektorit, stacioni reduktues, blok stacioni dhe 2 stacione pranuese dhe dërguese për pastrimin e tubacionit. Ndërsa kryeministri Hristijan Miskovski theksoi se me ndërtimin e interkonektorëve me Greqinë dhe Serbinë, vendi fiton lidhje të plotë vertikale të energjisë. E para është se pas përfundimit e këtij projekti dhe përfundimit të interkonektorit, pra të tubacionit që do na lidh me fqinin ton jugor me Greqinë, pret që ky projekt të përfundojë diku në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, megjithse në gjysmën e dytë, në fund të vitit të 2028, ky interkonektor me fqinin ton verior të përfundojë. Do të marrim një lidhje plotësisht vertikale që është pjesë e korridorit të 10 dhe pozicioni gjeostrategjik i vendit bëhet në mënyrë dramatike më i rëndësishëm pasi të realizon këto projekte. Ata njoftuan se kapaciteti teknik i parashikuar është deri në 160.000 kub gaz në orë.